Të flasësh për Hasan Prishtinën do të thotë të flasësh për një figurë që historia shqiptare nuk arriti kurrë ta mbajë gjallë për shumë kohë, sepse ai nuk dinte të bënte pazare. Ideolog, revolucionar, mendimtar politik dhe kryeministër për vetëm pak ditë. Hasan Prishtina ishte njeriu që kërkoi një Shqipëri me dinjitet dhe një Kosovë brenda saj në një kohë kur kompromisi ishte monedha e vetme e mbijetesës politike. I lindur më 1873 në Kosovë, Hasan Prishtina u formua në Stamboll, ku studioi drejtësi dhe shkenca politike. Ishte pjesë e elitës intelektuale osmane, deputet në Parlamentin Osman dhe një nga zërat më të fortë që denoncoi shtypjen ndaj shqiptarëve. Ai e njihte sistemin nga brenda dhe pikërisht për këtë e sfidoi. Hasan Prishtina ishte një nga drejtuesit e kryengritjeve shqiptare, veçanërisht atyre të viteve 1910-1912 në Kosovë. Ai nuk ishte komandant me pushkë në dorë, por arkitekt politik I revoltës. Memorandumi I famshëm me 14 pika që kërkonte autonomi shqiptare, gjuhën shqipe në administratë dhe veçeverisje, mbart qartë gjurmën e mendimit të tij. Kryengritja e Kosovës ishte një nga faktorët që përshpejtoi shpërbërjen osmane në Ballkan. Pas shpalljes së pavarësisë, Hasan Prishtina u përplas menjëherë me realitetin brutal të shtetit të ri shqiptar. Shqipëria nuk ishte ajo për të cilën kishte luftuar, e cunguar, e varur nga fuqitë e mëdha dhe pa Kosovën brenda saj. Për të, kjo nuk ishte kompromis I përkohshëm, ishte tradhëti historike. Ai u bë kryeministër në vitin 1921, por vetëm për pak ditë, jo sepse I mungonte vizioni, por sepse I mungonte gatishmëria për të bërë pazare politike. Hasan Prishtina kërkonte reforma reale, shtet ligjor dhe mbrojtje të interesit kombëtar. Elitat e kohës kërkonin stabilitet të rrem dhe marrëveshje të heshtura. Në vitet që pasuan, ai u shndrua në figurë të padëshiruar për çdo regjim. U përfundoshi nga kundërshtarët politik, u kërcënua nga qarqet të brendshme shqiptare dhe u pa me dyshim nga fuqitë e huaja. Edhe regjimi I Ahmet Zogut e konsideronte rrezik jo për shkak të armëve, por për shkak të parimeve. Hasan Prishtina u detyrua të jetonte në mërgim të vazhdueshëm, nga Shqipëria në Itali, nga Italia në Austri deri në Selanik. Ai ishte politikani që nuk gjeti kurrë një strehë të sigurt, sepse nuk pranoi të heshtete për Kosovën. Për të, çështja kosovare nuk ishte retorik, ishte thelbi I kombit shqiptar. Në vitin 1933 në Selanik, Hasan Prishtina u ekzekutua me atentat. Vrasja e tij nuk ishte akt I rastësishëm, ishte eliminim politik. Një fund tipik për një njeri që nuk u përkul as para pushtetit, as para frikës. Asnjë regjim nuk e mbrojti, asnjë aleant nuk e shpëtoi. Sot Hasan Prishtina nderohet me fjalë, në libra dhe në ceremoni, por në praktik, ai mbetet një figurë e vështirë për të përvetësuar nga politika moderne, sepse ai nuk ofron justifikime, nuk ofron kompromis, ai ofron vetëm një pasqyrë të hidhur, sepse Shqipëria shpesh I ka eliminuar njerëzit më parimor. Historia e Hasan Prishtinës ngrej një pyetje që ende nuk ka marrë përgjigje. Pse figurat që nuk bëjnë kompromise përfundojnë gjithmonë të vetmuara dhe shpesh të vrara? Ndoshta sepse idealistët janë të rrezikshëm, jo për armiqt, por për ata që duan pushtet pa parime.